Nëse flisni në gjumë, mos e injoroni këtë shenjë, ja pse. E folura në gjumë në shumicën e rasteve është e padëmshme, por në disa raste të tjera mund të tregojë jo vetëm një problem serioz me gjumin, por edhe diçka më serioze, siç është sëmundja e Parkinsonit. E folura në gjumë si fillim shfaqet tek fëmijët nga 3 deri në 10 vjeç, të cilët kryejnë biseda të tëra kur janë në gjumë. Më pas ajo vërehet edhe tek të rriturit, në shumicën e rasteve me interval të caktuar. Ekspertët thonë se e folura në gjumë është e njëjtë në të dyja gjinit, madje besohet se mund të jetë e trashëgueshme. Shkaktarët kryesorë të këtij fenomeni janë stresi emocional, temperatura, çrregullimet mendore. Ekspertët sugjerojnë shmangjen e alkoolit dhe minimizimin e stresit për një gjumë të qetë dhe pa trazira. Gjithashtu mund të jetë si pasojë e përdorimit të medikamenteve të caktuara.